Vetëm në këtë skenë ai është luajtur plot 150 herë, ndërsa bashkë me interpretimet jashtë saj, baleti Alili dhe Aeria është pa diskutim vepra më e rivën shqiptare. Me koreografinë e Panajot Kanaqit dhe muzikën e Tish Daias, Alili dhe Aeria i rikthehet skenës operës dhe baletit pas 10 vitesh. Arian Sukniqi nuk ka dashur të ndryshojë asgjë nga koreografia e Kanaqit, ndërsa Albert Janku, balerini i premierës së vitit 1963, është ende këtu për Alilin e 2013-s. Mu duk që çdo ndërhyrje do ta prishte këtë gjë dhe e kemi lënë ashtu siç është, pasi ai përmbush të gjithë psikologjinë e kohës kur është vënë. Unë jam dëshmitar me thënë drejtën e gjithë këtyre viteve, 50 viteve, unë e kam përjetuar gjithë kohën, sa herë që kemi rivënë në skenë, kur vi sot, më kujtohen shumë gjëra, më kujtohen artista. E nëse në vitin 1963, Alili ishte Llaçi Naku dhe emra të tjerë, sot produksioni ka zgjedhur këtë 21 vjeçar për rolin që u kthye në emblemën e baleteve kombëtare. Alili është roli më kryesor, më i rëndë, dhe gjithçka ti ta udhëheqësh edhe ka jashtëzakonisht përgjegjësi. Enada Hoxha dhe shpejt ku na i rries në premierën e datës 6 dhjetor, ndërsa më datë 7 ky personazh do të interpretohet nga Greta Hushi. Koli Jakova është edhe babai subjektit të pjesës, të cilën ai e krijoi në vitin 1949 për luftëtarët e Malësisë së Madhe dhe betejat e tyre epike me pushtuesit turq.